Në Teatrin Shqiptar në Shkup u mbajt ceremonia e promovuese e shoqatës për afirmimin e artit, kulturës dhe gruas Gonxhet. Ky organizim madhështor mblodhi së bashku përfaqësues të botës së artit dhe kulturës, institucioneve publike, universiteteve, përfaqësuesve diplomatike, shoqërisë civile dhe medias, duke krijuar një atmosferë frymëzuese për qëllimet e larta që Gonxhet synojnë të realizojnë në të ardhmen. Me këtë rast të pranishmit u përshëndetën nga kryetarja e shoqatës Gonxhet, zonja Miranda Hashani, e cila prezentoi vizionin e shoqatës për fuqizimin e gruas përmes artit dhe kulturës, si dhe promovimin e vlerave artistike shpirtërore të komunitetit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Fjalime përshëndetëse mbajtën edhe zonja Mirlinda Kusari Purini, kryetare shoqatës safariste të gruas nga Kosova, gazetari dhe tekstshkruesi i njohur Avni Çaili, përfaqësuesja e Institutit për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Valdeta Hajdari Kasapi, profesori universitar Velant Ramadani dhe artistja Edona Lalloshi, të cilët vlerësuan rëndësinë e themelimit të kësaj shoqate si një hap i rëndësishëm drejt fuqizimit të rolit të gruas në jetën kulturore dhe shoqërore. Programi artistik i kësaj mbrëmje ishte po aq i pasur sa edhe me mesazhet që u përcollën. Publiku pati rastin të shijojë një monolog nga aktoria Elhame Bilali, interpretim vokal dhe instrumental nga Dea Taipi, këngë dhe violin, performancën në violin nga Endrit Zaimi, krijim artistik nga piktoria Afrodita Kiki, si dhe një interpretim muzikor nga vetë zonja Miranda Hashani. Promovimi i shoqatës Gonxhet u përjetua si një ngjarje veçantë kulturore që vuri në pa potencialin e gruas shqiptare në art dhe kulturë dhe u prit me interes e entuziazëm nga të gjithë të pranishmit. Qëllimet kryesore të kësaj organizate janë afirmimi i kulturës, mbështetja për artin, avokimi për barazinë gjinore, programet edukative, rrjetëzimi dhe bashkëpunimi, ngritja e vetëdijes, angazhimi i komunitetit, mbështetja për gratë si përmarrëse, ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe çmime e mirënjohje vjetore. Ja këtu pra me e kemi edhe kryetaren e shoqatës për afirmimin e artit dhe kulturës së gruas Gonxhet. Përshëndetje Miranda. Përshëndetje të gjithë shikuesve të televizionit Alsat. Faleminderit që jeni këtu për të na përcjell në promovimin e shoqatës që sapo e kemi formuar në Shkup Gonxhet. Mirë Miranda, ju si kryetare, tani t'ju pyes, prej nga ky inspirim? Po, duke shëtit në për shumë qytete me aktivitetet e mia në për Kosovë dhe Shqipëri, shoh që Shkupit i ka mungu një shoqate e tilla e cila do të merret me afirmimin e artit kulturës edhe sidomos fuqizimit të gruas dhe më lindi ideja mes shoqësh, mes të afërmish që në Shkup shumë ka nevojë për një shoqatë të tillë. Mirë, pra kjo do të thotë se kjo shoqatë është enkës për shkupjanët dhe shkupjanët, nëse nuk gaboj, apo jo? Jo, vale, kjo është për gjithë shoqërinë në Maqedoni. Ne do të kemi bashkëpunime të ndryshme nga Shkupi deri në Strug. Kështu që kjo shoqatë është e hapur për të gjithë ata që kanë ide dhe duan që idetë e tyre t'i hapin me ne dhe t'i bëjmë bashkë, t'i realizojmë projektet e ndryshme që i kanë ata të menduara. Po, pse quhet kjo organizat Gonxhet? Gonxhet quhet sepse kemi marrë domethënë nga emri i Gonxhe Bojaxhiut, me që ajo është shkupjane dhe shoqata me qendër është në Shkup dhe aty e kemi marrë inspirimin për emrin, sepse ne jemi pasardhës e Nën Terezës. Mirë, kjo ditë me siguri për herë të parë jeni edhe kryetare e një organizate jo qeveritare, keni marrur pjesë ndonjëherë më herët apo si është kjo ndjenjë tani që jeni? Po kam qenë kryetare e klasës shumë herë, kështu që kjo. Do me thënë je një edhe lidere menaxhere e mirë, apo jo? Nuk uj me thënë, ta provojmë. Ta provojmë. Mirë, çka mendon, çka i mungon, çka i ka munguar Shkupit dhe pse shoqat për afirmimin e artit, kulturës dhe gruas? Çka ke në mendje? Ka diçka në ty, do me thënë, ka diçka që do jetë edhe surprizë për të gjithë ne? Ajo do ta shohim, do me thënë, me projekte që do t'i realizojmë. Unë gjithmonë flas pasi që t'i realizoj
idetë dhe projektet e mia. Mirë, por pos ty bashkëthemelues të kësaj organizate ka figura të artit të branchave të ndryshme, mund të përmendesh ose përapërsisht se në çfarë fusha janë të përfshirë njerëzit të cilët marrin pjesë në këtë organizatë? Të gjitha antarët janë të gjitha sferave, jam mundu t'i përfshi të gjithë, kështu që për më shumë do të kemi rast të ju vim në studio dhe të flasim më hapur për gjithçka. Si një vajzë rritur në Shkup, si një artiste grua, e kam ndjerë gjithmonë nevojën për të parë më së miri këtë vend. Fat që kisha prindër që më rritën e më mbështetën në çdo hap për te para gjykimeve, të asaj kohe. Më dhanë krah për të prekur çdo dëshirë që kisha zemër, më ushqyen ëndrrën dhe dashurinë për këtë vend, që sot i jap artin tim dhe përkushtimin për të bërë më të mirën, edhe ndonse e larguar që këtu tashmë. Zemra ime jeton në këtë vend çdo herë, sepse thonë, kur je larg, e ndjen dashurinë më shumë, por edhe malli. Si thare e artit të mirëfill shqiptar, ndihesha obliguar të bëj që këtij qyteti të bukur t'i kthej gjallërinë dhe shkëlqimin që e kam shijuar unë ndër vite teksa rritesha këtu. Si fëmijë dashuri për artin e këngën e nisa në shkollën fillore Penko. E me vallen më vonë në ansamblet Ibe Palikuqi dhe Minduraku. Këto dy dyer kishim atë kohë si fëmijë shqiptar të këtij qyteti ku mund ta tregonim talentin tonë. Të tjera dyer na mbylleshin. Një gjallëri artistike për shqiptarët në Shkup nisi për disa vite dhe ra përsëri në heshtje me pak aktivitete që mendoj nuk mjaftonin. E unë duke shetitur në qytete të ndryshme mbar shqiptare në shumë festivale, evente, ndjeja dhembje mbrej pse qyteti nuk gjallëron si çdo qytet tjetër. Ndaj ndjeja që duhet të bëj diçka, duhet të bëja hapin që të gëzoj zemra për fëmijët tanë, për rinin e bukur, për shoqërinë. Dhe për herë të parë si ide e kam biseduar me miken time Laurën. Dhe doja këtë ide ta vazhdoja me atë e cila sot nuk është mes nesh, por shpirti dhe veprat e saj janë këtu me ne, Lindita Ahmeti. Dhe pas lajmit të ikjes së hershme të saj, edhe ideja e kësaj kauze pushoi në mua deri në këtë moment tani që u finalizua. Dhe u finalizua atëherë kur mora pjesë në një festival në Gjakov me miken time të zemrës Milinda Kusari, të cilën e falenderoj shumë, e cila ajo përsëri zgjoi këtë ndjenjë në mua. Falenderoj shumë Milinda. Sonte nuk jemi mbledhur vetëm për të shënuar një moment, por për të dëshmuar një qëllim të thellë, një vizion që buron nga zemra e shoqërisë. Të lulëzoj ajo që shpesh është heshtur, gruaja, arti, kultura dhe vlera. Gonxhet lindi nga bindja se ndryshimi fillon aty ku dikush guxon të besoj. Emrin e zgjodhëm Gonxhet që asocion në humanistën shkupiane Gonxhe Bojaxhiu nën Tereza. Ne besuam se forca e gruas nuk është vetëm në zërin e saj, por në vetë ekzistencën e saj. Se kultura nuk është vetëm trashëgimi, por shprehje. Se arti nuk është vetëm pamje, por është shpirt. Se barazia nuk është kërkesë, është e drejtë. Me përkushtim e dashuri e kam ngritur një platformë që fuqizon, jo vetëm ndihmon, që ngre, jo vetëm mbështet. Dhe për këtë themi, fuqizojmë gruan, sepse ajo është themeli i ndryshimit. Fuqizojmë artin, sepse ai flet kur fjala nuk mjafton. Fuqizojmë kulturën, sepse aty jetojnë rrënjët tona. Fuqizojmë vlerat, sepse pa to nuk ka drejtim. Gonxhet është më shumë se një organizat, është një thirrje për të zgjuar ndërgjegje, për të krijuar hapësira të reja, për të ndërtuar një shoqëri ku çdo vajzë, çdo grua, çdo zën ndjeti i parë dhe i dëgjuar. Kisha fatin e mirë që bashkë me mua në këtë mision u bën 4 protagonistë të shkëlqyer. Miranda Beqiri, juriste dhe aktiviste e shoqërisë civile. Valdeta Ismaili, aktore dhe gazetare.
Leonard Shaili, muzicien dhe aktivist i krijimit të strategjive rinore. Dhe Sara Hoxha, gazetare. Dhe numra do t'i shtojmë shumë shpejt, sepse Gonxhet do të rritet çdo ditë. Ju falenderoj që jeni këtu, me praninë tuaj ju e ktheni këtë mision në realitet. Gonxhet është lule në prag të qeljes, duke përfaqësuar rritjen, zhvillimin dhe përhapjen e vlerave kulturore, artistike e humane. Ju jeni dëshmia se bashkë mund të luajsojmë. Sot është një ditë e veçantë për mua. Këtu kam shumë mikeshat mia, me cilat me vitët tona kemi diskutu plot herë se si t'ja bëjmë. Mirë po, rasisht e me Miranda me vite njihemi, edhe asnjëherë s'u besu që Miranda është orientuar edhe nga kjo fusha, është e gatshme me ndihmu, edhe vetëm kur kemi biseduar dhe ka thonë jam të punu në këtë drejtim, edhe për du me ndërmarrë diçka që me ndihmu vajzat, djemt, gratë dhe gjithë komunitetin tonë, shoqërinë tonë e në Maqedoni, në Shkup. Edhe kjo ka qenë një gëzim shumë i madh për mua. Quella me kunambeti, vaj vatani mirë mileti, anës deti ti paljar, anës drite si papar, pran sofrë si pangrën, pran dije si panzën, la kuriq i dregosur, trup e shpirti sa katosur. Se që shemben dhe bederët, mercenare dhe bejlerët, se që shtypen jabangjinjët, se që shtrydhen fajdegjinjët, se që prene, se që vranë, që shkretuan anë mban, në fundën e përdhunës, anës vjosës, anës bunës. Kryeqyteti Dardanis, kryeqyteti Vilajetit Kosovës, Shkupi plagë gjithë shqiptarëve. Prej Shkupit filloi rrugtimin e saj të shenjtë Nën Tereza Gonxhe Bojaxhi. Prej Shkupi filloi rrugtimin e tij Lorenzo Antoni. Prej Shkupi kanë filluar shumë rrugtim dhe Shkupi gjithmonë mbetet si Niksi, sado që tonë të shtukin. Po flas për shqiptarët, ato rikthehen dhe ringjallen më të fuqishëm. Miranda jonë, artistja jonë. Vajzushja e cila në shpirt e ka humanitetin, ndonjëherë duket se kjo pikërisht është ajo shkupjanka që e trashëgon Nën Tereza. Mbi 40 vite karrierë, gjithandej shkoi nëpër botë, prezantoi vlerat e saj, prezantoi kulturën tonë dhe brengën e saj të kahmoqma jo sonte, po e bën një realitet. Sonte përërën një oje që për herë të parë emër shumë të bukur, Gonxhet. Kështu që unë nuk do doja të ndalem më tepër, vetëm e di që gjithë ju që jeni sonte këtu, pritet e Taeli, më e mira jonë, Fatka, edhe të gjithë ju të tjerë që jeni këtu, Miranë zemra me qëndrojnë pas ty, gjithmonë ke qenë suksesshme dhe do t'jesh. Sado që t'ja përmendi vetëm emri Gonxhe na sjell në mendje me njëherë bijen tonë më të dashur të Shkupit Gonxhe Bojaxhiun Nën Terezën, një simbol universal. Një grua me një zemër të madhe, me dashuri të madhe, me një përulje, e cila me duart e saj përqafoi mbar njerëzimin. Ajo lindi mu këtu, në Shkup, në këto rrugë, në këto mure, prej këtu edhe doli duke i treguar botës mbar se shkupjanja është vetë forca. Por Shkupi ka pasur gjithmonë më shumë Gonxhe, ka pasur gra në heshtje dhe ka bërë histori. Në arsim, në kulturë, në art, në muzikë, në humanizëm, në jetën e përditshme. Gra që nuk janë përmendur në për libra apo edhe në për fjallime të këtilla,
por që janë kujtuar gjithmonë në zemrat tona. Kanë qenë themele të padukshme e të pathyeshme të kësaj shoqërie. Një nga Gongjet është edhe vetë themeluesja e kësaj shoqate, Gongje Miranda Ashani, një figurë që meriton respekt, lëvdat, e cila gjatë gjithë karrierës së saj, përveç që na tregoi se mundet, një femër të krijon familje dhe të interpreton për popullin shqip në mbar Ruzëllin Toksor. Mundet një nënë e 2 djemve, ende minor, të jetë aktive në sferën e kulturës. Mundet një femër shqiptare, shkupiane, të mbajë dhe të përcjellë me shpirt traditën, kulturën, artin e muzikës, ashtu siç i ka hije një Gongje. Sot krijohet Gongje, e cila besoj, duke njohur Miranda dhe ekipin e saj, unë e di se nuk do t'jetë vetëm edhe një projekt i radhës, siç kanë ditë shumë projektet janë këtu, dhe gjithçka që mbajmë nga promovimi dhe aty mbyllet gjithçka. Po duke njohur të e di se këto Gongje me të vërtetë do të vazhdojnë. Me të vërtetë femrën ndërmarrëse të Shkupit do ta nxjerrën me pak shpirtin e saj kreativ, nga se kemi nevojë. Se ekonomia e zhvilluar, e qëndrueshme, realizohet vetëm kur të gjithë kapitalet njerëzore hyjnë në funksion. Se resursi i pashfrytzuar nuk është resurs. Nuk është as pak sekret se çdo ditë miliona gra në botë ngrihen me ëndra të mëdha, por edhe me barriera të mëdha. Ne jemi këtu për t'ju thënë që ëndrat e grave të bëhen realitet. E nderuara mikja ime Miranda Ashani, të nderuar të pranishëm, i nderuar ambasadori i Republikës së Kosovës, e nderuara përfaqësuese e ambasadës së Shqipërisë, të nderuara deputete, profesor, të nderuar organizator, zonja dhe zotrinj, të dashura aktiviste dhe pjesëmarrëse të nderuara. Kam nderin dhe kënaqësinë të jem sot mes jush në një ngjarje që shënon jo vetëm themelimin apo promovimin e një organizate, por ngritjen e një zëri të fuqishëm, zëri i gruas shqiptare. Dhe nga këtu, në Shkupin e bukur, që dikur ishte kryeqendër të gjithë shqiptarëve, në Shkupin e Nënës Terezë, në Shkupin e kulturës e traditës sonë, në Shkupin e lashtësisë, u bëjmë thirrje të gjithave që të luftojnë për liri dhe të drejta individuale e kolektive. Në kohë kur shoqëria përballet me sfida të shumta sociale, ekonomike dhe kulturore, është etike që gratë të kenë vend të merituar në shoqëri dhe në zhvillimet e shumta shoqërore. Sot, kur bota ka arritur maja të zhvillimeve të ndryshme, shoqëria jonë me tekst të veçantë, gratë duhet të jemi të gatshme që t'i qasemi tregut të punës, konkurencës, vendimarrjes, dhe këtë mund t'a bëjmë vetëm duke qenë në hap me kohën dhe trendet bashkohore. Andaj, unë dua që të besoj fuqishëm se kjo organizat do të arrijë të nxjisë gruan shqiptare në tërë Maqedoninë e Veriut drejt ambicieve legjitime për më shumë prosperitet e zhvillim intelektual e profesional, si dhe të promovoj vlera të larta, demokratike e civilizuese.
Jam shumë e lumtur që sot jam prezente këtu në zemrën e Shkupit, në Teatrin Kombëtar të Shkupit, për ta përkrahur një ikonë, një ambasadore të këngës, një grua të fortë, një grua me shumë vlera, siç është Miranda Hashani. Sot jemi këtu, jemi mbledhur për një nizm shumë të mirë, për një iniciativë nga zonja të fushave të ndryshme, siç është një organizatë jo qeveritare Gonxhet. Edhe vetë emri Gonxhet simbolizon një vlerë që është siç është Nën Tereza, e lindur në Shkupin tonë Dardan. Jam shumë e kënaqur dhe përkraj fuqishëm këtë iniciativë të grave të ndryshme nga sfera të ndryshme, siç është nga arti, kultura, shkenca, politika, ndërmarrësia, të cilat janë bashkuar dhe të cilat secila në formën e vet, me fuqinë e saj, me ambicet e saj, me një bagazh të tyre që kanë, do t'i mbledhin forcat për të fuqizuar gratë të cilat kanë ambicie, kanë aftësi, kanë shkaktësi, por nuk kanë patur mundësi që ta shfaqin talentin e tyre. Kështu që unë i mbështes në çdo aspekt, ju uroj shumë sukses, uroj që të rriten, të lulëzojnë si Gonxhet, do të ta kemi për krajën tonë edhe si qeveri, edhe si gratë që kemi zë dhe pozicione në institucione shtetërore. Si